إن الحمد لله نحمده سبحانه ونشكره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falëndërimi dhe lavdërimi takon të madhit Allah, atë falenderojmë për çdo mirësi të cilën ai na ka dhuru. Dhe prej të mirave të tij është që në Islam na ka udhëzu. Salatet tona të pandërprera ja dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër, të nderuar të pranishëm, Allahu subhanahu wa taala e rregulloi këtë jetë, këtë botë, që në të jese rrotulluar. Ndonjëherë njeriu gjendet me një gjendje të gëzueshme, e ndonjëherë gjendet me ndonjë gjendje të pikëllueshme. Ndonjëherë njeriu gjendet me shëndet dhe Allahu na sprovon ndonjëherë me ndonjë sëmundje. Dhe Allahu na jep ndonjëherë pasuri, e ndonjëherë na jep varfëri. Ndoshta Allahu ndonjëherë na jep siguri, e ndoshta ndonjëherë Allahu na sprovon me frikë, dhe kjo është prej kaderi dhe caktimeve të cilat vetëm madhnia e tij me urtësi dhe dituri të plot ai e cakton çka është më e dobishme për ne. Andaj Allahu kur e krijoi njeriu e diti çka është më e dobishme për të. Andaj Allahu dikujt prej nesh ja jep shëndetin, se po mos ta pasë shëndetin, ai njeri do ta mohojë Allahun. Allahu ndonjërit prej nesh i jep sëmundje, se po të kesë shëndet, i tillë do të bëhet një njeri i kriminal apo një njeri i cili nuk e njeh hududet dhe kufit e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, të gjitha këto sprova apo të gjitha këto vështirësi në këtë jetë, Allahu i ka kriju për mirën e njeriut. I kupton ai i cili i kupton dhe i ignoron apo i ban të pa kuptueshëm ai i cili nuk i kupton. Përndryshe vëllezër, Allahu subhanahu wa taala na ka treguar që pas çdo vështirësie vjen lehtësimi. Lehtësimi është baza, zgjidhja baza e çdo sprove në jetë. Në këtë jetë vëllezër, nuk është e vazhdueshme vazhdimisht njeriu të jese konstant vetëm i gëzueshëm. Nuk është konstant të jese vetëm i pikëllueshëm. Mirë po derexhe dhe shkallët e tij ndrojnë. Andaj njeriu i mençur dimi menaxhu kur i vjen e mira dhe kur i vjen e keqja. Andaj edhe Allahu subhanahu wa taala e ka bën emër në këtë dunjë që linebluekum ejukum ahsanu amala. Allahu me na provu dhe me këshirë cili jemi më vepërmiri, cili jemi ai cili qëndrojmë në kohë të sprovave. Andaj edhe pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam tha: men yuridillahu bi khairan yusibhu min. Kujt Allahu ja do të mirën e godet nga sprovat. Vallë, a lejohet njeriu ta dëshirojë sprovën? Esenca që nuk ban njeriu me dëshiru mu sprovu, me lut Allah mi thonë: o Allah, unë jam shumë i fort, sprovëm që ta këshiri durimin tem. A lejohet? Nuk ban. Mi po duhet me thonë: o Allah, ti ke caktu për mu çka është më smirti. Në qovë se është në kaderin tim, unë ti me ki bo kader, që me më sprovu, o Allah, bënëm që të qëndrushëm edhe ma bën me lehtësim të kaloj këtë sprovë, për arsye se dunjoja vëllezër nuk është vendi rahatis. Po ti shkon vendi rahatis, ish rahatu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.
Ti shkon vendi rahatis, Jusufi a.s. kishte jetu me bab, me na, me vllazër në vendin e tij, po ai jetoi i burgosur, fillimisht në bunar, e pastaj i burgosur, e më në fund zgjidhja që ai të jese udhëheci i Egjiptit, kryeministri i Egjiptit, që do të thotë sprovat janë pjesë e jetës. Andaj dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, kujt Allahu ja don të mirën e sprovon. Mirë, po sprova vëllazër është disa shkallë. Shkalla e parë që njeriu duhet me kuptu sprovën është që Allahu po do me të ngrit. Këshire, ka një njeri të njoni prej të parëve tonë selefit dhe i ka thonën, o ti njeri, më ka godit një sprovë, qysh mu ballafacu dhe me te i kalu? Ka thonë, dëgjo këto, mu konë që njeriu shpërblet veç prej asaj shka e don, i shpërbly pak. Edhe njëherë, mu konë që njeriu do me bo sevap e veç ato shka i don, sevapi i shkoni pakt. Mi po urtësia e Zotit është që ka njëherë, Allahu në shpërblen edhe në atë shka nuk e dojnë. Ajet kuranor, Allahu subhanahu wa ta'ala tha, asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ndonjëherë suratul Baqara, Allahu po thotë ndonjëherë ju e urreni diçka, nuk e doni diçka, pa ajo është në dobinë e juaj. Ndonjëherë ju dëshironi diçka, mirë pa ajo është në domin e juaj. Allahu e din e ju nuk e dini. Që dënë të thotë vëllezër të nderuar, mu konë që njeriu shpërblehet vetëm në atë shka e don, se vapi i shkon i pakt. Mirë po urtësia Allahut është që Allahu na shpërblen edhe në ata shka nuk e dojmë. Allahu ndonjëherë neve na jep një smuti. Mirë po në smuti vëllezër ka urtësi. Për arsye se në 3 mënyra ballafaqohet sprova. E para vëllezër, duke kuptu që Allahu kër e godet dikane me sprov, i arrit shkallë në xhennet. Allahu ta ka përgatit një vend xhennet, mirë po unë edhe ty, me vepra tona, me amelin ton, nuk jemi duke punu sa duhet. Dhe Allahu don me na çuna derexhe ku e na ka përgatit. Andaj na çon sprova dhe tha pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet Allahu e provon dikanin, e sprovon dikanin për shkak derexhes që ja ka bërë që ta ngrite. Ju e dini që pejgambert a kanë gjunohe? Mendimi më i saktë i dietarëve, pejgambert janë pa mëkate. Mi po pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam shka tha, ashaddu an-nasi ibtila'an al-anbiya. Njerëzit më të sprovuar në fytyrën e tokës kush janë? Pejgamberët. E pse pejgamberët? Për arsye se Allahu jo mi pasru nga mëkatet, po mi ja urrit derexhen e tyre në xhennet. Lloji i dytë i sprovave vëllezër, Allahu na çon sprovën që Allahu me na pasru nga mëkatet. Nuk ka njeri në fytyrën e tokës përpos pejgamberve, të gjithë jemi mëkatar. Dhe nuk e them këta unë, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibn Adam khata, të gjithë bita Ademit janë gabimtar, e më i miri prej tyre është ai i cili pendohet. Allahu na çon neve sprova. Në hadithin tjetër tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk e godet besimtarin ndonjë dhimbje, sëmundje, apo ndonjë breng prej brengave të dunjos, saqë edhe një therr, një gozhd e godet në trupin e tij, vetë se pastrohet prej mëkateve. Kjo derexhe e dytë e sprovave. Derexhe e tretë, pse vjen sprova, po si duhet ta ballafaqojmë, është vëllezër se sprovën Allahu subhanahu wa taala na i çon ndonjëherë me dallu dostin prej dushmanit, mikun prej armikut. Sprovat janë të lloj-llojshme. Andaj pas çdo vështirësie vjen lehtësimi. Lehtësimi është bazë. Dhe tha Allahu subhanahu wa ta'ala në Koranin famëlar, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allahu dhe pas çdo vështirësie, minjerë vjen lehtësimi. Apet, mas çdo vështirësie vjen lehtësimi. O nderuar i vëlla, i cili je i sprovu, dije që i sprova është momentale. Ajo do të kaloje, o do të shpërblejesh para çka je duke përjetu dhe bën durim në të. Për arsye se Allahu subhanahu wa taala than Kur'anin famëlart, inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allahu do t'i shpërblejë durimtarët pa kufi. Bën durim
për arsye se Yunusi alayhis salam, i cili ishte në barkun e balenës, Allahu pas asaj vështirësie ja çoi zgjidhjen dhe lehtësimin. Zekeria alayhis salam, i cili në moshë të shyer ishte pa fëmijë, Allahu subhanahu wa taala e gëzoi me fëmijë. Ibrahimi alayhis salam, i cili njashtu ishte pejgamberi i Zotit dhe i dashuri i tij, në moshë të shtyr pas vështirësive, Allahu ja sjeli me pas fëmijë. Andaj pas çdo errësire vjen agimi, pas çdo vështirësie vjen lehtësimi. Dhe Allahu në lusmi që Allahu në mundsojë t'i kalojmë çdo sprovë me lehtësim, ja Rabbel Alamin. E lusmi Allahun që Allahu na forcoje, e lusmi Allahun subhanahu wa taala që me ndihmën e tij Allahu na bëjë të dashur imanin, Kur'anin, Islamin, ja Rabbel Alamin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.